Unë, si kryetari i sindikatës, kemi biseduar edhe me komposë ankesa edhe për punëtorëve, çdo kërkesa, ku kemi pasur me ngrit këtë çështje mas një javë me si sindikat, me lypën me çështje me risqyrtuar. Mos pagesa e kontributeve pensionale të punëtorëve të kompanisë rajonale të mbeturinave pastërtia në Ferizaj kanë ngritur alarmin për drejtuesin sindikalist. Skënder Sahiti, kryetari i sindikatës së punëtorëve Qëndresa për Kiks Kosovën, ka thënë që ankesat e punonjësve i ka dëgjuar edhe ai vet dhe është duke i shqyrtuar për t'i ngritur për diskutim në mbledhjen e ardhshme. Sipas tij, më shqetësuese është fakti që nga disa punëtorë ka planuar ankesa që trusi i tyre nuk figuron i paguar që nga viti 2021. Derisa Sahiti i tha Kiksit që pasi kontrolloi llogarinë e tij në trost, e pa që kontributet pensionale të tij nuk janë kryer për 7 muaj nga gushti i 2024-s e deri në shkurt të 2025-s. Kemi biseduar edhe me kryeshefin, ku kryeshefi ka bënë një farë kontrate në muajin e 4, nëse s'ka bëj çto, për mi paguar me ratat. Dhe uroj që kjo të ndodhë mu paguar, mirë po ka ankesat ndryshme për kontorë, ku disave jo është paguar trusi, i kanë ka 7 muaj, disave mbi 30 muaj nuk i ka paguar trusi. Ndonë se kontributet pensionale të stafit të kompanisë pastërtia thuhet që nuk janë duke u realizuar me rregull, problemi qëndron në atë që parat nga rrogat po ndalen. E kjo problematik, sipas Sahitit, është duke ndikuar shumë keq të punonjësit, nga se kësaj saj ata po e humbasin vullnetin për punë. Po sa i përket vullnetit, punëtorët e hupin vullnetin shumë, se përderisa këtyne parat ju nalën, por nuk ju dalin që është u pagu trusi, të e marrë parasysh edhe pagat janë shumë tulta, edhe asë janë rrezikshmëria atyne, punën që e bojmë na, tashtë kemi shku edhe me një rritje të shujtjes pej 3 herë që ka qenë në 5 herë. është bo, po prapë është nuk jem të knasur me këta, as punëtor se është tepër paga e orët është saj përket, edhe trusi nuk paguhet, e na kemi edhe rrezikshmëri në punë që nuk mirët parasysh hes. Përveç problemeve me trustin, punëtorët e pastërtisë kanë edhe hallet të tjera. E krye sindikalisti thot që nuk e di as vetë nga t'ja filloj të flasë për to. Ka punë shumë pazeno, sa që zira dhe njeri ka ja fillon të porës për mizet probleme, shqetësime kanë punëtorët, pa knasi kanë. Kemi edhe mungeset të mekanizmit për punë. Të mjetëve? Mjetë, vinë punëtorët, punojnë, vjen në ora 8, jetë dhe në ora 1, aty të i sot i kthejet kamionit tjetër. Do më thoi jetë dumëtor, mundohet punëtori aty prapë skryje terreni, dhe kjo pjesë është shqetësuese për punëtorin. Në kushte anonimiteti, edhe punëtorët pohuan se qëndrojnë akuzat për mungesën e pajisjeve dhe kushteve as pak të mira të punës. Madje sipas tyre, ndërrimi të pasditës po i duhet të pres shumë gjatë, derisa ndërrimi paraprak të sjell mjetet nga terreni në mënyrë që këta të vazhdojnë punën.